Gjithçka që ky burr prek, shndërrohet në copa Lego. Kur pi kafe, filxhani i tij bëhet Lego. Merr disa patate të skuqura dhe ato kthehen menjëherë në tulla Lego. I tmerruar, ai bërtet nga paniku. Prek tavolinën dhe, me një zhurmë të madhe, e gjithë tavolina shndërrohet në Lego. Për ta testuar këtë superfuqi, ai afrohet një shoku dhe prek lehtë karrigen ku shoku ishte ulur. Siç pritej, karrigia kthehet menjëherë në copa Lego dhe shoku bie drejtë në tokë. I emocionuar, ai vrapon në rrugë duke planifikuar t'i hakmerret shefit të tij. Zgjat dorën dhe prek makinën e shefit. Në çast, trupi i makinës shndërrohet në Lego. Teksa ai dhe shoku po festonin fitoren, ai instinktivisht ngrit dorën për një hik five. Në sekondën tjetër, edhe shoku i tij kthehet në një grumbull copash Lego. Burri kaplohet nga paniku. Përpiqet me dëshpërim ta ribëjë shokun, por sado që mundohet, nuk arrin ta bashkojnë. Në fund, ai vendos ta fshehë të vërtetën. Madje, e paketon shokun dhe nxjerr në shitjen e ebay, me çmimin qesharak prej vetëm $20.